Meteorologja e njohur Lajda Porja ka paralajmëruar një val të fortë të nxehtë që pritet të përfshijë Shqipërinë në ditët në vijim me temperatura që në disa zona mund t'i ofrohen edhe 40 gradë Celsius. Sipas meteorologes, moti do të mbetet i qëndrueshëm gjatë ditëve të para të javës, me temperatura që aktualisht arrin deri në 32 gradë Celsius në disa zona të vendit. Bregdeti do të regjistrojë rreth 30 gradë, ndërsa zonat malore do të luhaten mes 27 dhe 28 gradëve. Megjithatë, situata pritet të ndryshojë nga fundi i javës. Meteorologja bëri të ditur se nga e njëjtja në mbrëmje do të riaktivizohen masat ajrore afrikane, duke sjellë një rritje të ndjeshme të temperaturave. Të njëjtën presim 35-36 gradë, të premten 37 gradë, ndërsa fundjava dhe fillimi i javës së ardhshme do të jenë në ndikimin e një moti shumë të nxehtë, ku temperatura do t'i afrohen vlerës 39 gradë dhe në zonat e izoluara edhe 40 gradëve, u shpreh meteorologja. Sipas parashikimeve, qarqet më të nxehta do të jenë Shkodra dhe Berati, ndërsa temperatura shumë të larta priten edhe në Elbasan, Gjirokastër dhe Tiranë. Në Bregdet, temperatura do të jenë disi më të ulta, por sërish do të arrijnë deri në 36 gradë Celsius. Deri të njëjtën në zonat malore priten rrebeshe të shkurtra dhe të izoluara gjatë pasdites, kryesisht në Veriglindje dhe Juglindje. Më pas moti do të jetë kryesisht i thatë dhe me intervale të gjata kthjellimesh. Lajda Porja theksoi se ditët më të nxehta do të jenë diela, e hëna dhe e marta, ndërsa lagështira e lartë në ajër do ta bëjë vapën të ndihet edhe më e fortë. Meteorologët këshillojnë qytetarët të shmangin ekspozimin në diell gjatë intervalit 11-15, kur temperaturat arrin kulmin, si dhe të tregojnë kujdes të shtuar ndaj të moshuarve dhe fëmijëve gjatë kësaj vale të nxehtë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.